U certifikua nga shkolla e drejtorëve brezi i dytë i drejtuesve të institucioneve të arsimit parashkollor. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u shpreh se nga 5 thirrjet që ka hapur ky institucion për drejtues të arsimit parashkollor, kemi 85 drejtues në detyrë dhe 53 aspirantë për pozicione drejtuese. Ju jeni prova më e mirë e besimit tek dia. Dhe fakti që jemi në brezin e dytë të drejtuesisht të certifikuar të arsimit parashkollor, do të thotë që kemi rritur standardin edhe garancinë për cilësinë në arsimin parashkollor, që është themeli i brezit që vjen, i brezit që po rritet. Në 439 kandidat që kanë aplikuar edhe janë certifikuar me sukses, ndërkohë 138 pjesëmarrës nga 36 zyra vendore arsimore në të gjithë vendin. Në ceremoninë ku certifikuan 74 pjesëmarrës në programin e trajnimit të detyrueshëm për drejtues të arsimit parashkollor, ministra Kumbaro e vuri theksin tek shkolla e drejtorëve, institucion që në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim po konsolidon një histori suksesi, duke integruar praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e zhvillimit të leadershipit arsimor dhe menaxhimit të institucioneve edukative. E pohoj pa asnjë ngurim që shkolla e drejtorëve e ngritur si një kërkesë e qeverisë shqiptare dhe një projekt i përbashkët me Fondacionin Shqiptar-Amerikan për Zhvillim, që në të gjitha projektet e veta për hir të së vërtetës na ka ofruar standard dhe kjo pasi diskutim, kjo është një tjetër histori suksesi. Shkolla e drejtorëve ka bërë vërtet një punë shumë të mirë. Unë dua falenderoj stafin, ekipin dhe të gjithë trajnerët, të cilët mendoj që dhe vetë ka mësuar shumë në bashkëpunim me të gjithë institucionet e arsimit shqiptar, ASKAP-in, Ministrinë, AKAP-in, Drejtoritë Rajonale. Në këtë takim u prezantuan edhe projektet më të mira të pjesëmarrësve që u certifikuan nga kjo thirrje.